ne marrim afro 800.000 vota. Këtë herë do marrim më shumë edhe për shkak të diasporës. Tani si mendon ti për shembull që 800.000 njerëz janë të blerë, janë të nuk janë shqiptarë të ndershëm? 800.000 njerëz nuk janë shqiptarë të ndershëm? Mendon gabim. Dhe se kush do ndëshkohet 11 maj, ja erdhi 11 maj, do ta shohim, jam dëgjuar shpesh unë këtë këngë. Por ajo që më vjen keq shumë për individ që nuk kanë në fakt asnjë lidhje tjetër me politikën përveç tifozllëkut dhe që as nuk fitojnë asgjë duke bërë tifozin e kënetës, është që për hir të tifozllëkut nuk shohin fare realitetin, nuk e shohin realitetin, ju duket zi nga të katër anët. Kanë dhe përfaqësuesit e tyre kjo kategori në klubet e natës mediatike. Ca derra të kënaqur që shpërfaqen çdo natë duke sharë e duke shpifur në mënyrën më persistente. Po më vjen keq se pastaj vinë zgjedhjet, hapen kutit edhe zhgënjehet. Sa për sa i përket videove bullizuese, nuk e di për çfarë bullizimi është fjala, por di këtë që humori është patjetër një gjë shumë serioze dhe është pjesë e mënyrës komunikimit. Dhe e përsëris, siç thash edhe më parë, unë nuk shaj, nuk leh, më sakt, nuk i them kundërshtarit as mafios, as kriminal, as hajdut, as i till, as i tillë, sepse këto janë akuzat penale. Dakor? Edhe janë brutalitete për rrugeçër. Nuk janë mënyrë komunikimi në publik. Po natyrisht që kam mënyrën time për të mos i lënë kusur kundërshtarëve. Kështu që ata që ndjehen të bullizuar nga satira, duhet ta llogarisim pak se si duhet të ndjehet dikush që vihet në mënyrë të vazhdueshme në shënjestër me të gjitha fjalët më të ndyra të shqipes